Du të falenderoj vllai që ke marrë pjesë tek emisioni im pasi ti je një djalë shumë. Faleminderit që ke marrë pjesë. Edhe sot do bëj një super emision me ty vllai. Vllajem s'ka gjë. Je shumë djalë i thjeshtë, djalë i mirë, se unë i vlerësoj njerëzit, a ke parasysh se përderisa vjen tek emisioni më respekton. Edhe unë si kozak respektoj krejtë edhe shumë faleminderit, edhe du të nis direkt me një emision bombs. O kozo, je gjigando vlla, hajde. Okej. O kozak thot njoni, pyete pak Semin, si ka nisur karriera jote për të bërë këngëtar vllai? Si niset ti që u bëne këngëtar vlla? Unë të kam parë që në fillim, ti ke pas bërë sa këngë pare se me nxjerr Medelinën, tek Medelina je bërë. Po. O kozo si ta them tash, unë gjithmonë kam bërë muzikë vlla, kupton? Prej i vogël, prej 14-15 vjeç. Po se kam lënë asnjëherë, kupton? Kam pas qef, e kam qef ende, e du muzikën. Edhe ashtu, erë ditë, u bo Medelina, po, na ecën punë pa mirë, tashi vazhdojmë para vlla. Kozak thot pyete pak Semin, si ke hyrë në kontakte me Noizin? Se ti me Noizin ke bërë shumë bashkëpunime, shumë këngë të forta që ke nxjerrë me Noizin. Me Zinin kam hyrë kontakt, faktikisht kam qenë unë i herë me Blerim Destanin. Kam qenë, po, e përshëndes shumë. E kemi qenë këtu në Gjermani, jemi taku. Edhe unë se kam ditë se do vi Zini, do me thonë. Blerimi normale, ka shok të ngushtë, flasim edhe hypa në makinë unë të Blerimi e më tha, dikim, më tha deri në aeroport se do vi Noizi, do vi Zini. Edhe do me thonë aty për s'pari herë kur i kom me morëm Zinin, kemi qenë në Frankfurt bashkë. Mos gaboj po në Frankfurt, i kom me morëm bashkë. Aty jam taku në fillim. Pastaj ecëm punë vetë, kupton. Super hit e ke bashkë. Kemi bë muzikë për qef, kemi bë muzikë për qef. Me thonë super hites. O kozak thot pyete pak Semin, kënga Tradhtare Sem, a është dedikim se unë e kam parë trailerin është. Jo, sos, e kam thonë edhe me një intervistë tjetër të Brivejas, është dedikim. Shumicën e këngëve që kom nxjerrë deri tash kanë qenë gjithë këngë, kupton, që i kom bo më para një vjet e gjysmë, më them 2. Edhe tash kam pas kohën për medale, tash kam dalë, kupton. Okej. Kozak thot pyete pak Semin, a është e vërtet se që kur ke fam shumë, se ti je këngëtar i famshëm vllai, super i fortë, a është e vërtet që reperat e tjerë të bëjnë dise? Pse vlla? Mund të ma shpjegosh pak atë gjë? Po tash, po ku e di ve, kozak, ka që bëjnë dise, ka edhe që s'bëjnë dise, këto të ri të shohin, ka shumë edhe të ri që shohin veç punën e vetë, mundohen me vë muzikë për vete, kupton? Po. Dëgjova. Ka edhe to që kupton, si me thonë, duan ta mendojnë se me dise do vash i famshëm, kupton? Nuk duan me punu fort, me bë muzikë të mirë me ecë për vete, kupton? Ka që ke pas ti një gur, 2 pluma, ajo është shumë këngë fort. Po tashi, them drejtën, kozak, s'kam pas asnjëherë qef me bë atë këngë, kupton? Pse? Se po tashi si kanë rrjedhu punë, do me thonë, si kanë shku punë, ta kupton, unë nuk ka dasht me do me thonë, hiq në atë mes, a kupton. Kom pas punë, do me thonë, nuk kom pas lidhje unë me atë punë, a kupton. Më kanë shti, do me thonë, ato djemt në fjalë, po djemt në fjalë, po, më kanë disirate, më kanë zirë foto pa lidhja, kupton. Ajo nuk është, faktikisht ajo nuk është dis, unë e kam kthy, kupton, është si anglisht quhet response, kupton, kur ja kthen ai kujt, po so që e kam pas më atë menje që kom u bot dis në ai kujt, kupton. Është thjesht
Unë ja kam kthy ato që kam bërë, kupton. Dakor. Normal është, do kush bën ashtu. Kozak thot pyete pak Semin, me kë do bëje bashkëpunim nga talentat e rinj, nga këta që kanë dalë brezi ri, se nga të mëdhenj, normale ti e ke bërë me Noise. Ku e di më bërë, plot gjithë janë të mirë, për zotin. Jo, Gjithë janë të mirë, mund gjithë i pëlqej, për zotin. bëje bashkëpunim për shembull. Kanë do boja. Ose di tash, E shef se ti vllai ty nuk ka këngëtar që të refuzon me bë po bashkëpunim. jo, burr, s'më intereson a më refuzojnë apo s'më refuzojnë, a kupton, edhe nej kush ka qef me bë këngë me Noizin, po se ka fatin, se bën, a kupton. Edhe un kam qef me bën nej këngë me nej këngë, nuk e kam fatin, se bëj, ka kupton. Po un personalisht valla do kisha bë me shumicën prej triva, kupton. Gjithë këto, për shembull, ti zesh një brez ma i ri se unë, me thona, kupton. Prej te Finemi e Knej, me shumicën, po. Finemi është Finemi, super talent. Finemi, Finemi, Solo, gjitha, kupton. edhe Solo, çunat janë. Gjithë, kupton. Brez i ri, kupton, me gjithë, me shumicë, me 90%. E temi të vërtetën, edhe ti kur ke dalë si këngëtar, ke thy tabur. Po, me një pjesë po, vlla, se kupton, kur kam dalë unë kam qenë i vetmi nga Maqedonia, kupton. S'ka pas ka një super mesazh edhe unë du ta përshëndes këtë. Ta këtë thuj Semit, edhe Noizit ka përkrau shumë. Noizit. Shumë, normal. Edhe. Dorën zemë, normal, nuk dhe hudh poshtë asnjëherë çka ka bërë Noizi për mua. E ka bërë se me ty ka bërë shumë videoklipe Noizi, sa ka bërë? Normal apo 3. 3, po shoh. 3 këngë, kupton. 3 këngë. 3 këngë kemi bërë, normal. Zini më ka ndihmu gjithmonë, kupton. Jo veç jo se muzikës, kupton. Thojnë për Noizin, jo Noizi nuk ndihmon, jo Noizi se bën. Jo, më bën Noizi është. Ka bën Noizi për njerëz, veç grupi njerëz mrena, do me thonë grupit e din, e kuptojnë shumë mirë, kupton. Po unë që kom nejt ma shumë me grupin e di, kupton. I di çka ka bën Zini për shumicën e këtyne që flasin kundër, kupton. Zini. Okej. Po Kozak thot thuj Semit, bashkëpunimin me Finem dilte bomb. Normal që i këngë me Finemi. Po, se ja. Okej. Kozak thot thuaj Semit, kush të duket reperi më fake në estradë? Një që ti më fake, që është për shembull të pëlqen vllai, thu është kot. S'më pëlqen. Po ku e di Kozak të shija, është gjithmonë është shija e individi, kupton, veç a veç, tash s'du të them në njëni, kupton, pastaj Jo, në një që s'pëlqen, kupton, po s'pëlqen, thu nuk pëlqen, s'ka ndonjë gjë, kurse ti se tu e ofendu, a ke parasysh, s'pëlqen, as mua për shembull s'pëlqen në një. Për shembull mua nuk pëlqen si më thon, çka këngëtare them, nuk më pëlqen, më rrofshi që nuk e ngjoj. Jo se kam inat, Don Johnny nuk e vllai. Ta them troç. Që nuk e ngjon. Po, nuk pëlqen. Nuk e mirë ha. Unë them po si ti morbuz, unë me tregu drejt nuk ngjoj muzikë shqipa, kupton. Shumë pak. Normal kur do nxjerrin këto 3 këngë ose 10 vjetë, këngë do i ngjoj. Nuk jam aq arrogant, kupton. Po ty ta ngjoj në njënin kështu, kupton. Zbesoj edhe këto reperat e ri e kanë njëjtën këto, i ngjojnë më shumë amerikan. Ka një superstar Sem, është nga ky telefoni këtu që e kanë shkruajt gocat. Kozak thot, thuj Semit që e ke shumë djalë i mirë, shumë djalë pozitiv, thot. Po dua ti Semit thot, jam një gocë. Thuj Semit, këtë zgjidhje Sem. Me që të bëje bashkëpunim me Don Johnny apo me Finem. Po tash personalisht kisha pas, si me thonë, kisha shku si pas muzikës, dhe kisha bërë në Finemi. 100%. Okej. Ose është, besoj se stilet mund të na përshtaten. Fix. O Kozak thot, po për Feron, çfarë mendimi ke për Feron?
si reper, si të duket ai Fera? Mu më duket shumë kështu e burr, a kupton si no, nuk është se kam inatën e gjë, po shumë Po jo. ka është djegët, si thuhet. Do karar. Vlla, se Deri di tash për të them ja njëni se ka ra ose ka hyp se di, po unë problem kështu nuk, si me thonë, kur kanë qenë grup një kohë, a kupton? Po? Janë munu, do me thonë, me kompanije, me çmompanije, mos e me një semin se zvim ne në koncert këtu, mos e me, a kupton, janë munu me... Tani fali minut. Ti je reper vllajin që ke dal vetë në stradë, nuk të ka bën njëri të famshëm ty. Ti e Po, vetë. ajo se po se po vlla, po a kupton kur janë Sem, kam parë këto që ke kënuar, për zotin kam pas ndjek shumë, se më ke pas pëlqyer shumë si këngëtar ti, je këngëtar i mirë, shikoja këto koncertet e tuaja. Gjindva. Jem pas ca koncerte shumë të mira këto. Sidomos Shqipëria është veni më i mirë për koncert robot. Unë du të ndes gjithë venin tatë, ti je nga Tetova vllai, ma? Po. Respekte për krejt Tetovën, krejt Tetova çanën Tetovës. Medelina ime vlla. Okej, Kozak thot pyet e pak Semin. Sem, ta ka qenë kënga që ke bërë me Noizin më e shpejta? Për sa minuta e keni bërë këngë? Këngën e dytë që e kemi nxjerrë, do me thonë, është kënga po thu, po atë këngën e kemi bë një vjet të gjysmë më para se me nxjerr këngën e parë, kupton? Do me thonë, tash këngën e parë që e kemi bë bashk, e kemi bë atë po thu, që e kemi nxjerr në YouTube këngën e dytë. Zdi apo kupton po nejse. Atë e kemi bë shumë shpejt se Zini e ka pas, do me thonë, ato pjesën e vet. Unë e kam pas refrenin gati dhe vetë e kemi mos me thonë, mos me trejt Kozak kemi bë për 15 minuta, shpejt ashtu. Edhe kemi lënë, do me thonë kemi lënë onësh muzikën. Nuk i kemi bë video, veç e kemi lënë onësh. Pas një vjeti e kemi bë La Familjen, valla. Po, La Familjen. Po, atë e nxjorëm pastaj ne. Dytën, këngën e dytë që kemi nxjorëm para. Pastaj e nxjorëm këtë po thu me Noizin, që e kemi bë shpejt. O Kozak thot pyet Semin, a do ketë bashkëpunim tjetër me Zinin? Po tashi të them drejt Kozak, unë me Zinin asnjëherë nuk e kemi bë kështu, a do bëjmë këngë ose a do bëjmë bashkëpunim, prit se tashi ja kupton. Gjithë të tre këngë që i kemi bë na se këngën prap vllai, se me ty gjitha këngë. Çdo këngë ajo Puerto Rico. Dhe ajo është raket me rëpshi për klubin. Nëse, edhe tash, do me thonë Kozak, ne asnjëherë nuk i kemi bë se kemi bë me plan, do bëjmë një muzikë tash, se do e ta nxjerrim ose do e bëjmë për veras ose. Gjithë i kemi pas rastisht këngët, edhe si dihet, ndoshta do bëjmë prapë, ndoshta jo, si dihet. Po Sem, unë jam kurioz edhe du me të pyet shu, live, tek ajo kënga në fillim, për shembull, që ke thonë se thoshin portalet, jo ka thonë Semi, ka me qajt kur vtek Katili. Si ka qenë kjo pjesa? Ky skot, e ke parasysh? Vlla, shif tash, unë jam, do me thonë, i ri, çka kanë, do me thonë, këto vjetrit, a kupton, ndërmjet, do me thonë, unë aty nuk më takon mu përzi, as s'du mu përzi, a kupton. Tash, pjesa ime, ku jam rrit, unë nuk jam rrit Shqipëni, kupton. Unë jam rrit Maqedoni, edhe pse unë jam nip Shqipëni e mamin e kom nga Elbasani. Unë jam rrit duke ngju shumicën e kohës, domethënë e kom ngjuar në Katilin, valla, kupton. Po vllai. Për mua, për shembull, unë jam i 94, domethënë me sa e di unë 96 ka vdek Tupaku ose 94, se di mirë si ja di as historinë, a kupton. Aty ka qenë, do me thonë, për mu, kur jam rritu, numri 1 ka qenë Unikatili, vlla, nuk ka pas Tupak, a kupton. Për mu, Unikatili ka qenë Tupak, a kupton. Se ka ngjuar çdo njeri në gjom, vllai. Normal, a kupton, vlla, edhe tash unë ashtu e kom botë, se do të thonë për mu është
Unikatili, vlla, Tupak nuk ka pas për mua, kupton. Si kam dëgjuar, vlla, kupton. Okej. Ajo është çast, është legjend, është domethënë njihet në hip hop muzikë në gjithë botën. Tupaku, po për mua ka qenë Unikatili, vlla, se unë kur kam pas 12, 13 vjet, 14 vjet, unë s'kam ditë anglisht, vlla, se kam marrë vetë çfarë të fola ai, kupton. Normal. Vlla. Kështu që kam dëgjuar veç Okej. Maloni Katilin e gjithë këto, Zinin pastaj Po, no, me si rap, është. akuzon. Super. Okej, Kozak thot pyete pak Semin. O Sem, si ka qenë femëria jote vaj? Si ka qenë femëria jote ku ke qenë i vogël? Se ti jeton dhe në Gjermani, ma sa di unë valla. Jo, në Gjermani jo, në Belgjik për momentin, po nejse, mirë burs, nuk kam qenë auto, nuk kam qenë tip shumë problematik, po s'kam qenë edhe avuton tip i urtë, si dhe thonë, vlla, kam qenë normal, djalë normal, vlla, kam shku në shkollë, ta herë, si gjithë të rinj, vlla, kanë